Përshëndetje dashur miq. Uroj të jeni mirë të gjithë. Unë përfundova bashkë me stafin tim një ditë të mrekullueshme sot. Unë dala t'ju njoftoj sigurisht, sepse di që ndajmë të gjithë njëjtin gëzim, njëjtën lumturi. Gjatë paraditës kemi qenë në takim me banorët e Tiranës. Tashmë unë po kthehem i lumtur nga Elbasani, ku patëm një takim me shtabin ton elektoral të Elbasanit. Ishte një takim i mrekullueshëm me burra të vendosur për të çuar përpara luftën guerrile. Sepse siç ju kemi thënë, ne nuk i përballojmë dot ata as me para, as me media, as me kartele, as me grupet kriminale. Ne kemi zgjedhur një metodë tjetër. Kemi zgjedhur një betejë tjetër. Kthehemi nga Elbasani të vendosur për një betejë të pa kompromise dhe atje, duke sfiduar establishmentin, duke sfiduar grupet kriminale, duke sfiduar të fortit, duke sfiduar parat, duke sfiduar regjimin e vjetër dhe kartelin e vjetër politik të Tiranës, i cili sundon Shqipërinë për 34 vite. Pak më vonë, kur të mbri në zyrë në Tiranë, do ju tregojmë edhe pamjet edhe fotot e takimi me shtabin elektoral të Elbasanit. Takuam burra të vendosur për të shkuar përpara. Jam i mahnitur që takova burrat cilët më treguan historitë e baballarëve të tyre, historitë e njerëzve të tyre të dashur, të cilët kanë bërë sakrifica të mëdha dhe të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Kanë bërë sakrifica të pa imagjinueshme për Shqipërinë. Jam i mahnitur që në mesin e kësaj krize të madhe, në mesin e këtij momenti të jashtëzakonshëm që po kalon Shqipëria, të shohësh burra ende, të cilët thonë janë gati sot me luftu për Shqipërinë, janë gati me marrë pushk për Shqipërinë, janë gati me bërë gjithçka për Shqipëri e për Kosovë dhe për ëndrrën e madhe të shqiptarëve në shekuj. Jam i befasuar nga vendosmëria e shtabit elektoral të Elbasanit për të ecur dhe për të shkuar përpara në mbështetjen e Eldit, të Enesit, që janë dy kandidaturat tona të para në Elbasan. Eldi është një djalë ekonomist i mrekullueshëm, shqipëridashës, i cili do të bëjë një betejë për lëvizjen adheu qytetin e Elbasanit. Jam i mahnitur se si në qytetin e Elbasanit, ku propaganda thotë që gjithçka kontrollohet nga grupet kriminale, gjithçka kontrollohet nga Taulan Balla, gjithçka kontrollohet nga sekti i rilindjes. Jam i mahnitur që gjeta një grup të mahnitshëm burrash, të gatshëm për të vijuar dhe për të bërë beslidhjen e tyre me lëvizjen adheu, për të bërë beslidhjen e tyre me të vetëm informacion politik shqiptar, të cilin nuk e kontrollon as Beogradi, as paria e Tiranës, e cila tashmë është duke përjetuar ditët e saj të fundit. Mendoja se janë në dilemë, mendoja se janë të trembur, mendoja se kanë frikë, mendoja se janë të pafuqishëm. Jo, i kisha paragjykuar. Gjeta një grup burrash, një grusht burrash të Elbasanit,
të vendosur për të bërë betejën guerile, luftën guerile të lëvizjes Adheu me anti-shqiptarët që kanë pushtuar studiot e Tiranës mbrëmjeve dhe me partitë e reja të shpikura nga ata për të mashtruar shqiptarët, për t'i gënjur ata, gjoja si kur janë parti anti-establishment. E vetmja parti anti-establishment, e cila garon kundër kancerit 34 vjeçar, është lëvizja Adheu, të cilën ju sot e keni detyrë kombëtare, shpirtërore, morale ta mbështesni. Besoj të njëjtën frymë mbështetje do të gjejmë në gjitha qytetet e Shqipërisë, tek Albani në Durrës, me Mirsab Tafajin, Alban Vidhin, me Blerinën e Beratit që po bën një punë të mrekullueshme, me Luan Bendon, Elton Prendin dhe Mariola Jakupin në Fier, me Eduard Janin e Gjirokastrës, me Spiridonin e Gjirokastrës, me Shkodrën, me Borovën e Korçës, me Albertin e Dibrës, me Ilir Perdodën e Lezhës, është një staf i mrekullueshëm, të cilët do të bëjnë luftën guerile me këtë regjim të rënë. Ata nuk do t'jenë më, Shqipëria do t'jetë. Ata dhe paratë e tyre, dhe kartelet e tyre, dhe grupet e tyre nuk do t'jenë më, por Shqipëria do t'jetë. Ju do t'jeni. Lëvizja Adheu do t'jetë. Ky është momenti që të bëhemi bashkë. Unë po kthehem në Tiranë. Kam qenë gjithë ditën në Tiranë, në takime me banorët e Tiranës. Tash më ndark shkova në Elbasan, organizuam punët e Elbasanit, bëm gati shtabin elektoral të Elbasanit, tash më rikthehem për në Tiranë, për në zyrën e lëvizjes Adheu. Të dalim në YouTube më vonë të bëjmë komunikimin live që e bëjmë për natë dhe të vjojmë për përgatitjet për ditën e nesërme. Nuk ka gjumë. Nëse doni rezultate, nuk ka gjumë. Nuk ka pushim. Nuk ka dremitje. Ka vetëm përgatitje për luftën guerile me regjimin bipolar, të cilin duhet ta shtyjmë të bëhet bashkë. Ju e dini Kreshniku garon në Tiranë, nga e gjithë Shqipëria, nga Tirana dhe e gjithë Shqipëria, nga diaspora dhe e gjithë Amerika, Kanadaja, Australia, Europa, ju që do votoni për ne dhe ju që s'do votoni për ne, sepse nuk jeni regjistruar në KSZ. Merrini njerëzit në telefon, duhet ta kthejmë përmbys rezultatin e Tiranës. Duam një rezultat spektakolar në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe mos mendoni kur. Nuk ka problem se ka dhe tunel. Mos mendoni kur se luftrat guerile dështojnë përballë ushtrive konvencionale. Me luftë guerile derë më derë, rrugic më rrugic, lagje në lagje, pallat në pallat, derë në derë, do t'i japim leksionin që nuk e kanë çuar në përmend. Atyre të cilët janë vendosur t'ju shuajnë dhe t'ju zhdukin si kam. Nuk po lë. Ka ndodhur që nuk është shkëputur interneti, kemi vetëm slow connection dhe besoj që sapo të dalim nga ana tjetër e internetit e tunelit do të jemi në komunikim normal si zakonisht. Pra, i pat dy tubimet e partive të vjetra, jemi u kthyem në internet, po për arsye të tunelit u ndërprer linja. Ju përshëndes tani të gjithëve. Ishim në tunel sepse jemi duke u kthyer nga Elbasani në Tiranë.
pas një takimi të mrekullueshëm atje, vazhdojni të njoftoni shqiptarët, të afërmit tuaj dhe një porosi për të dashurit tanë në Kosovë, Maqedoninë, Luginë që janë shumë. Të dashurit tanë në Maqedoninë, Kosovë, në Luginë që janë shumë, përveç atyre diasporës. Merrni njerëzit tuaj në Tiranë, thuajni që kandidon Kreshniku. Merrni njerëzit tuaj dhe të njohurit tuaj në të gjithë Shqipërinë dhe thuajni që të mbështesin numrin 3. Në çdo cep të Shqipërisë, numri 3 është vot për lëvizjen Atheu, mbështetje për Kreshnikun, mbështetje për këto përpjekje dhe për këto angazhime që po i bëjmë ne sot. Më vonë do të shihemi, do të flasim, do të diskutojmë, nëse unë do t'i mbaroj takimet shpejt, do të flasim dhe do të diskutojmë se çfarë është duke ndodhur dhe çfarë do të bëjmë. Ju përsëris ftesën time të mos rrini indiferent në këto moment rrezikshëm dhe historik për Shqipërinë dhe shqiptarët. Loboni për ne, mbështeteni lëvizjen Atheu. Jemi duke bërë një betejë të vërtet, një betejë për historinë, për Shqipërinë. Përhapini këto video, çojani pjesës tjetër shqiptarëve. Mos i hani rrenat me integrim, me bashkim evropian dhe me pasaport evropian. Është vetëm një mënyrë për t'ju hedhur hisyve. Do të flasim shpejt për të gjitha. Ju që do ta shihni në YouTube këtë transmetim, te komenti i parë i pinuar, poshtë te komentet do të gjeni mënyrën si t'i bashkoheni lëvizjes Atheu, do të gjeni GoFundin e lëvizjes Atheu, do të gjeni kontaktet e lëvizjes Atheu dhe gjitha mënyrat se si të bashkoheni me ne si vullnetar në çdo qytet të Shqipërisë për luftën tonë guerile me regjimin, për luftën tonë vendimtare dhe pakthim pas me kartelin që synon shkatërimin përfundimtar të Shqipërisë. Lëvizja Atheu, partia me numrin 3 në fletën e votimit në çdo cep të Shqipërisë dhe në fletën e votimit që do ju vi në diasporë. Merreni në konsiderat dhe njoftojeni të afërmit tuaj, vëllezërit tanë në Kosovë dhe në Maqedoni dhe në Luginë dhe në Malsi. Merrni në telefon në Tiranë, 1 mik, 2 miq, 1 mikesh, 2 mikesha. Thojeni, orientojni, ta mbështesin lëvizjen Atheu dhe të votojnë numrin 3 aty në Tiranë kur është Kreshniku dhe në çdo cep të Shqipërisë ku janë miqt bashkëpunëtorët dhe bashkëluftëtarët guerillas të Kreshnikut. Ju përqafoj të gjithëve, miru takofshim në bisedat e sonte në darkë, nëse mua do të më premtoj koha, ose në bisedat e ardhshme në terren, vetëm në terren, në takimin derë me shqiptarët dhe në luftën rrugicë me regjimin anti-shqiptar, i cili ka bërë plane për të na falimentuar si kom, për të na shpopulluar dhe për të na shitur lirë në tregjet ndërkombëtare të lojës kombeve, për qafimin dhe natë në mirë për gjithë. 3. Lëvizja Atheu me numrin 3. Bëni hashtag ku të mundeni, sa të mundeni. Lëvizja Atheu Kreshnik Osmani, numri 3, dhe komentoni tek mediat, tek portalet, tek televizionet, ku të mundeni. Tregojini atyre që jeni dhe mbështesni lëvizjen Atheu. Natë në mirë për sonte, ose mirë u dëgjofshim, nëse na del koha, ose mirë u takofshim nesër apo në ditët në vijim për të tjera komunikime dhe për tjera biseda. Përshëndes të gjithëve, natë në mirë.